Nxënës të shkollave nëntëvjeçare të Malësisë së Madhe ishin protagonistët e një aktiviteti të larmishëm në qendër të Bajzës. Arte dhe zeje, të ndërthura natyrshëm në një treg si Malësia e Madhe, sollën një atmosferë festive për të pranishmit. Ideja e këtij projekti ishte kultivimi i trashëgimisë kulturore tek brezat e rinj, duke i dhënë mesazhin e rëndësishëm se vetëm përmes punës, përkushtimit dhe kreativitetit është e mundur të arrihen sukseset në jetë. Ky është një aktivitet i mrekullueshëm në një vend me një traditë të trashëguar siç është Bajza. Edhe vendi është shumë i bukur, edhe natyra po e njëjta gjë. Ne pa me krejt punimet kanë bërë të shkollat, po të gjitha kanë bërë punimet të shkëlqyeshme. Punime që nanat edhe gjyshet tona i kanë bërë ndër shekuj. Shumë produkte që unë i pash, që unë i maj men, deri në 90-ën, ne i kena përdorur. Shkon një falënderim i veçantë prej me jetë. Juroj që vazhdimisht të bëni punë të mira, njëkohësisht të shkëlqeni edhe në shkolla kudo që jeni. Aktiviteti i larmishëm ku fëmijët të rinj patën mundësi të shpalosnin talentin e tyre në artët e në zeje, erdhi si organizimi i zyrës vendore të arsimit në Malësinë e Madhe, nën kujdesin e drejtores Eliza Deda dhe mësueses së pasionuar Merita Curri.